Duke falur, thot arabisht, do të shpërblej, thot Zoti. Zoti i gjithësisë shpërblen robin e tij nëse robi i lutet vetëm atij. Adhuron vetëm atë, një të vetëm, pa i bërë atij shok. Pa thonë për të gjëra që nuk i takojnë, që as logjika e shëndosh nuk i pranon. Dhe marrim një shembull, emrin tënd. Për shembull thua ata janë një. Tani nëse janë ata, shumë, nuk janë një, po janë disa. E nëse ki për qëllim, ata janë një, pra krijuesin dhe krijesën, nuk mund të jenë një. Krijuesi është një i vetëm. Absolut, lem yelid wa lam yulad. Ai as nuk është i lindur, as nuk ka lindur kënd. Është mangësi për të madhin Zot, me thonë se ka fëmijë, me thonë për Zotin se ja vran fëmin, Allahu na rujt. Larg të metave është Allahu i lartësuar. As nuk është i lindur, as nuk ka lindur kënd. I vetëm absolut, i pari pa fillim, i fundit pa mbarim, Allahu i lartësuar.